ju njoftoj se në bazë të nenit. Deputeti më i vjetër i lëvizjes Vetëvendosja Afni Dehari e ka shtyr për një kohë të pacaktuar seancën konstituive për Kuvendin e Kosovës, pasi kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se lëvizja Vetëvendosje kërkon kohë për gjetjen e një marrëveshjeje politike me lidhjen demokratike të Kosovës për formimin e të gjitha institucioneve të vendit. Dehari bëri me dije se me që nuk ka propozim për kryetar të Kuvendit nga partia fituese e zgjedhjeve të 7 qershorit, detyrohet ta ndërpresë seancën, duke shtuar se kryesia e Kuvendit do të njoftoj për kohën kur do të mbahet vazhdimi i saj. Megjithse mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ende nuk ka një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja, para nisjes së seancës kryetari i kësaj partie tha se me Kurtin kanë parafrime për shumë çështje, por ka ende dallime të mëdha për çështjen e presidentit. Ai këmbënguli se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje të reja, pasi dëmtohet Kosova. Ndërkaq, përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dy subjekteve që kanë refuzuar takimet me Kurtin, përsëritën se nuk kanë ndryshuar qëndrimet. Përfaqësuesit e komuniteteve jo serbe shprehan qëndrime të ndryshme. Duda Balje nga Partia Socialdemokrate e Unioni Bosnjak bëri me dije se nuk do ta votojë kryetarin e Kuvendit, ndërsa për çështjen e presidentit ajo tha se nuk ka folur me askënd. Emilia Rexhepi nga Partia e Re Demokratike u shpreh se konstituimi i Kuvendit është detyrim për deputetët.